prej sureve të Kur'anit Kerim, sure e vogël në strukturën e saj, madhështore me kuptimet e saj, sure me ajete të kufizuara, të numëruara të pakta, por me kuptime të gjera, sure e shkurtër në strukturën e saj, por e fuqishme në sqarimin, retorikën dhe mrekullinë e saj. Sure e cila përmbledh të gjithë fen. Sure e cila përmbledh në fjalët e saj qëllimet dhe objektivat e Kur'anit Kerim. Sure e cila përmban dhe përfshin shkallët e përsosjes së njerëzimit. Sure e cila ka vendosur për ne peshoren e shpëtimit dhe ne ka treguar udhën e udhëzimit, të shpëtimit dhe të fitimit dhe arritjes së kënaqësisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Sure që në të vërtet shumë prej nesh e lexojnë, pra të gjithë pothuajse ne e lexojmë, por pak prej nesh kupton rolin e kësaj sureje në jetën e tij. Pra rolin që kjo sure, vendin që duhet zerë në jetën e gjithë secilit prej nesh.